Dini po prap shumë mirë ju, edhe insenatorët se çfarë kosto e kishin, e në fakt po të shkosh te insenatori i Tiranës, asnjë objekt nuk do të shohësh dhe jo më që të ketë, po themi, djegje apo prodhim të energjisë elektrike. Nëse shkëm te koncesionet në shëndetësi, 4 koncesione korruptive, të cilët asgjë s'kan prodhuar për qytetarët, por parat që duhet shkonin për Ministrinë e Shëndetësisë dhe për pacientët, në fakt kanë shkuar tek 4 operatorët e koncesioneve të cilët e kanë quar keq dhe më keq shërbimin në këtë sektor. Pra, unë i bëj një ftesë kolegëve të mi, të cilët të paktën kanë atë ABC-n e ekonomisë, që duhet i vendosim, po themi, atë mbylljen përfundimtare të koncesioneve, sepse dhe Banka Botërore dhe FMN-ja i ka konsideruar korruptive, që heqin konkurrencën, që nuk lejojnë, po themi, që të zhvillohet me një kosto më t'ulët dhe më oportune, ndaj le të jetë prioritare vlera e paras. Nëse ja vlen që të bëhet me para publike apo private, dhe duhet prevaloj partneriteti publik-privat, vetëm atëherë kur kostoja ati është poshtë asaj çfarë mund të bëj me parat publike. Kështu që absolutisht jo vetëm unë, por dhe Partia Demokratike dhe e gjithë opozita është kundër këtij ligji dhe ndaj çdo prokurimi publik, sepse koha ka treguar në këto 13 vite që parat e qytetarëve shqiptar kanë shkuar te oligarkët dhe përpasoj në shumë shërbime, por dhe në shumë produkte që janë prodhuar nga ky partneritet publik-privat, kemi patur kosto korruptive dhe marramense. Faleminderit. Faleminderit zoti Mziu. Fjalën ka zoti Samir Koreshi, përgatitet zonja Greta Bardeli. Faleminderit, nderuar kolegë. Këto ligjet e PPP-ve, koncesioneve, vetëm sa vinë ngelin letra se lekët dihet ku vjen, kanë vetëm një fund. Unë dhe ju të gjithë mirë të bëni që këto lekë dhe të bëjnë diçka edhe për ata njerëz aty poshtë, në gjë më të vogël, dhe do të jap disa sugjerime çfarë. Unë nuk e di nëse me këto koncesionet, me këto partneritet publik-privat do ta ktheni dhe partneritet për shëndetin publik, sa të private keni hequr, sepse në Lushe ka një dynja e tërë që merr me 2 çështë e vazhdojnë të thrasin me ulërim. Unë vazhdoj të thras, vazhdoj të nis kres, jo 1 po 2, ministrit i the personalisht, i shkruajt edhe ministrit financave. Kjo është një nga gjyrykët e vaporre, po sot ishin ndezur 2, të cilën e kam hedhë dhe kam filmuar sot para se të vim parlament live, që helmon qytetin e Lushnjës. E kam thënë dhe mënyrën më të keq, ndoshta kam dalë dhe nga etika, kam thënë era por dhe plevitosët. Po, i qëndroj fakte të tillë. Më vjen një përgjigje nga ministri jo, po nga atje matan poshtë, me shkres që është e nëndorit, 10 nëndorit, kur thotë kemi njëre nga ato e kemi inspektur në vitin 2022, thotë, qa halli keti? Po bos, po na helmojnë tani. E di si është kjo, si të bashkimit e puna i qenve, që tha ajo, ne kemi tredhur. Por po na hantha, nuk na bërajbene që ti. Dhe kjo puna 2022-shit. Janë 2 gryka atje që funksionojnë. Mi e shpreho për 2 subjekte, thua që njëri nuk ka licencë, i ka dhënë 5 milion lekë dhe ka thënë ta mbyllë aktivitetin. Sot ke video shikohen gjithë hapur. Ka kush institucion, ku do t'i drejtojmë, Allah? Prokurorisë, po more, po ata e diti që ka komisariati Lushnjës ka nisë, e di çfarë thot, pushim mos fillim pse se nuk kemi ne për të bërë analizat, se nuk bën dot analizat. E kuptohet se çmenduri është shko këtu po jo. Dhe gjithë qyteti Lushnjë nuk hap drejtaret. Ora ka që thjesht, ora më thoni kush nga ju pushtetarët që keni jeni tani e kanë dorëzim. S'ka mundësi ky sfidon shtetin. Apo këta, nuk jemi kundër biznesit më dha. Patjetër që jo, të punojnë, halal e bëzo dhe të fitojnë. Po jo në kurriz dhe në dënë mushkrive qytetarëve të Lushnjës. Këtë jo. Nuk duam në mbyllet asnjë biznes.
Krijojnë rregullat, dakord thua ti ja grica tymi që funksionojnë në ajër. Çi grica tymi janë aty? A qel bera më punë. Po të ketë filta nuk del erë. Ne pra qel bera, nuk ke problem grincat e tymit. Jo po janë drita që ndiset e Bashkia Lushje, 10 vjet po të njëjta. Zgjidheni këtë së shturë për Lushje, për qytetarët e Lushjes. Janë 4 deputet nga BSE-ja, ministri 5, Balluku 6, e ku diu me radh 2 ministra, 2 shefa që ke 90% buxhetit shtetit, s'ke dërguar lek. Ministri Financave ka ndaj lutje tjerë ata sepse dhe koha nuk po zgjat shumë me koncesionet. Ore gjithë të koncesion buxheti me madh 9 miliard, po t'rregoj një foto, ky është nuk është foto nga koncert vit 36, po është koncert parazgjedhor i ministrit Financave në Lushje, me atë klasën e muzikës që unë e kam ngritur dhe kur ishte shoqja Ogerta këtu, po se kishte me qef, që e mbyllën, që atë mësuesja ishte, për ne ishte i tepërt, nuk duhet ja rinovonim kontratën e çum fier. Por Lushja ta kthejmë fshate, po dakord. Çoj duam të kam bëri kërkesë, vazhdojnë të bëj kërkesë, edhe pse i morët palen e prindërve, bëhet koncert shumë mirë. Tani parfumin, mos e zgjidhni nga Parisi, po jepni 3 milion se vetëm një violin kanë ata. Edhe ata e mban drejtoresa e shkollës se ka frikë se këputen telat. Po kjo është dramër. Është dramër, të lutem 40 apo 50 familje nxënës ekselent që bëjnë koncerte në gjithë Shqipërinë për 3 milion lekë vjetra instrumente për atë shkollë, edhe nuk ja çoni dhe ju bëni koncesion partneritet publik. Jepja njëri të fryet, të vjedhë 20, po t'i çojë atyre 3. Çfarë kërkojnë? Po kërkojnë bëni spitali rajonal, se u qelbën. Ktheheni, jepi siç ka qenë 12+1. Ka që keni në dorë. Ore vjedhin e lekët, po çojnë rajonal, vinë vizitojnë njerëzit, bëjnë analiza, rregullohet diçka. Çfarë po kërkojnë? Ka kërkojnë njerëzit, arsim, shkollë, mos pikojnë çatita investime që bëhen, teprojnë mos të hidhen viça dhe lop, mos të derdhe kanalizimet. Çfarë po kërkojnë tjetër njerëzit? Çoj 3 milion lekë vigërnetës kitarës, po s'keni lënë biznes nga 3 milion lekë për të marrë